Ushtria izraelite njoftoi sot se ka sulmuar një strukturë të përparuar testimit të eksplozivëve që lidhet me programin bërthamor të Iranit në Talegan. Sipas mediave izraelite, objekti në fjalë është përdorur për të kryer teste eksplozive është si pjesë e programit bërthamor iranian dhe ndodhet pak në jug të Teheranit. Kjo pjesë ka shërbyer më parë si një vendodhje e grupit të armëve bërthamore të epokës Ahmad në lidhje me testimin e eksplozivëve dhe ndodhet pak në jug të Teheranit. Më 8 mars, pavarësisht dyshimeve rreth pretendimeve të fundit të ushtrisë izraelite se kishte shkatruar një lokacion të fshet bërthamor i cili ishte kritik dhe potencialisht i rrezikshëm për planet e ardhshme të regjimit islamik për të zhvilluar një armë bërthamore, Jerusalem Post konfirmoi nga burime izraelite vërtetësinë e lajmit. Më 3 mars, zëdhënësi kryesor i IDF-s zbuloi në një konferencë për shtyp se forcat ajrore kishin shkatruar një vend sekret iranian për zhvillimin e armëve bërthamore. Duke quajtur vendin Min Zadai në periferin verilindore të Teheranit, Defrin tha se vendi kishte të bënte me zhvillimet e grupeve të armëve. Ai tha se inteligjenca e IDF-s ndoqi shkencëtarët bërthamor që u përpoqën të udhtonin atje në mënyrë klandestine. Duke ndjekur këtë shkencëtar, ai tha se IDF ishte në gjendje të mësonte rreth natyrës së rrezikshme të këtyre aktiviteteve, për të ndihmuar Teheranin potencialisht të fillojë rehabilitimin e aspekteve të zhvillimit të armëve për një bombë bërthamore. Ndërkohë, orët e fundit, komanda amerikane ka publikuar pamjet e sulmeve amerikane ndaj 3 aeroplanëve ushtarak iranian në një aeroport në Kerman, Iranin juglindor. Nga pamjet e publikuara, duket se çdo aeroplan goditet të paktën një herë. Regjimi iranian po humbet kapacitetin ajror dita ditës. Forcat amerikane nuk po mbrohen vetëm kundër kërcënimeve iraniane, por po i çmontojnë ato në mënyrë metodike, thuhet në njoftim. Ndërkohë, vetëm 6 ditët e para të luftës kundër Iranit, SBA-s i kanë kushtuar më shumë se $11.3 miliard. Këtë deklarojnë zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, teksa informojnë senatorët në një takim me dyert mbyllura. Kosto reale mund të jetë edhe më e lartë, pasi shifra aktuale nuk përfshin të gjitha shpenzimet e luftës.